Vrapqisht, fshati më i madh në pjesën e Pollogut të Gostivarit. Fshati me një qerdhe, shkollë fillore dhe të mesme dhe një ekip futbolli. Banorët e Vrapqishtit janë krenar për atë, por jo edhe për zakonin shqetësues të fëmijëve të tyre, që në vend se ta kalojnë kohën në bankat të shkollës, e kalojnë në bastore. Fshati ku shumica e banorëve janë me komsi turke dhe pastaj shqiptare dhe maqedonase, u bashkua në iniciativën për mbylljen e bastoreve në fshatin e tyre. Pasoja morale, ekonomike, që është arsyeja pse u mori në vendimin tim për të vazhduar këtë listë deri në arritje të qëllimit. Ishte iniciativë e një grupi të rive, entuziastësh, që ishin kundër hapjes së një kazinoje në Vrapqisht. Mande gradualisht kjo ide arriti edhe deri në iniciativën faktisht vazhdimsi për mbylljen edhe të këtyre bastoreve. U mblodhën dikundi rreth 800 nënshkrime që faktisht me këtë qytetarët treguan që e përkrajnë pa rezervë, domethënë, këtë iniciativë. Banorët e Vrapqishtit shpresojnë se iniciativa do të ketë sukses në tërësi, thonë se nuk duan që fshati i tyre të ndahet në mërgjimtar dhe kumarrxhi. Unë mendoj se kjo iniciativë është shumë mirë, por nuk di a dhe përfundojnë mirë për qytetarët tonë. A dhe mbyllen apo jo. Se qytetarët tonë kanë dëshirë të mbyllet tonë. Nëse krejt komunët rreth komunës së Vrapqishtit këtë e pranojnë si një iniciativë, atëherë mendoj se do të jetë mirë për të ardhmen këtu në komunën tonë. Так, и поддержавам, защото децата да много в тие, ки трошат парите, што им се дава за да купат нешто за јадење и така. Iniciativa qytetare u nënshkrua edhe nga kryetari i komunës së Vrapqishtit, Isen Shabani. Pasi ai tha se u ballafaqua me bastoret e paligjshme, ka biseduar edhe me pronarët e hapësirave afariste, që dyqanet e tyre në të ardhmen të fitojnë një përmbajtje tjetër. Ishin gatshëm që të kenë diçka aktivitete tjera, gjësi edhe të presin, nëse nuk do i pët mundësia tani të japon lokalet, po në të ardhmen në shpresoj të japon për biznese tjera, jo për këtë lloj biznesi, jo për këtë lloj aktiviteti. Thash edhe më herët që ka një mirëkuptim dhe realisht nuk kemi bastore ilegale në territorin, përpos janë një në fshatin Vrapqisht, edhe një është në fshatin Dobridol është një legale, ku realisht ne nuk mund ndërhejmë aty. Iniciativa e qytetarëve të komunës së Vrapqishtës për mbylljen e bastoreve ilegale u përshëndet gjithandej. Mirë po, prapa kamerave, disa qytetarë të kësaj komune thonë se posa të bie terri, bastoret ilegale përsëri fillojnë të punojnë. Ne u përpoqëm ta vërtetonim këtë. Nuk ishim fat sepse në fshat, ku pothuajse të gjithë njihen, është e vështirë të jeni të padukshëm. Nga sektori për punë të brendshme Tetov, thonë se sipas informacioneve të tyre në rajonin e Vrapqishtit, nuk punojnë bastoret ilegale. Në njoftimin e tyre, në përgjigje të pyetjeve tona, theksojnë se duke kryer kontroll çdo muaj, vetëm në muajin nëntor të vitit të kaluar, gjatë një kontrolli kanë zbuluar 2 bastore ilegale, njëra në Vrapqisht. Por disa nga vendasit na thanë se ishin të shqetësuar për faktin se edhe në bastoret e vetme të ligjshmet në fshat u lejohet të miturëve të luajnë. Edita, dali vllaga tuka deca. Тука ние имаме казни ако влага деца. Можемо треба црно влага горе. Пане, овие на црно на ди затворени се веќе, а? Или работа? Отворија, тоа иницијативите све пропадна во вода. Да? Овие дивите и преку ден работат? Пошто некој ми кажа дека навечер отвара. Некогаш отвара, некогаш затвара. Këto deklarata nuk e pengojnë kryebashkiakun e Vrapqishtit në synimin që edhe kësaj bastore e cila punon me licencë t'i vendos çelësin. Tani kemi problemin cilët janë me këto legale, ku ne kemi bo shkres, ku jemi drejtore dhe Ministrisë Ekonomisë, edhe Inspektorati Shtetëror të Trekut, po edhe Inspektorati Sanitar.
Kështu që nga ato nuk kemi një mirëkuptim, pushteti qendror, të merr masa, funksionot sipas ligjit, shihen kushtet. Cila dhe si është e vërteta, për në fund e lam bashkëbiseduesin ton nga Vrapçishti, i cili edhe vete ka përjetuar shqetësimin nga Bizhozi. Unë para vetë kom lujt, më përpara, para 10 vjetëve, ki problem është shumë i madh. Ankoj tash, së shpi kam problemet të me lujt me, nuk është ke bastorje, çka lojt tjeti, komarësh, ku qist lujsh, ama problemet vinë mrapa vinë ato problemet. Asë një në jetë nuk ka ashtë në njëri, që mundet bëhet pasunik me komar. Pasunik me komar, sa humbje, fitim s'ka.